Përshëndetje goca, mirë se erdhët në seancën e radhës. Këtu po vim nga janari, kështu që ky janar shpresoj t'ju ketë gjetur mirë, mbarësi, në familje dhe shpresoj që t'jeni me të njëjtin motivim që jam dhe unë. Të nisim këtë projekt që kemi bërë, unë do ju ndihmoj juve, por edhe ju më ndihmoni mua duke qenë konstant, ushqimin ta mbaj mirë dhe nisim normalisht me një motivim tjetër këtë 2026. Gëzuar festat dhe shpresoj që festat ju kenë gjetur mirë. Bashkë sot do bëjmë këmbët, kemi pak kardio, do ta nisim pak më lehtëshëm derisa të arrijmë normalisht në fazën ku ishim edhe në dhjetor, po edhe për grupin e ri që është bashkuar, normalisht pak nga pak do arri atje ku duhet. Thjesht keni durim, konsistencë, bashkë do shkojmë atje ku duhet, goca. Tani do nisim me pjesën e parë, jemi këtu. Kemi pak marshim, doraj kundërt, këmbaj kundërt dhe vazhdojmë. Pushimi sot do jetë pak më i gjatë, duke qenë se është seanca e parë dhe kemi shumë kohë pushim, okay? Gjëja vetme që na duhet është një lastik, 2 shishe me ujë, si gjithmonë. Kushdo mund të përdori edhe pesha, i rekomandoj. Okej, pak në vend siç jemi, bëjmë vetëm përthyrjen e këmbës në këtë lloj forme. Okej. Edhe pak 9-10. Okej, gjuri sipër. Bravo. Okej, tuar dhe shtrira. Marrim frym. 7, 8, 9, 10, tani në krahun tjetër. Gjasht, 7, 8, 9, 10. Okej. Tani hapim këmbët, pak më shumë se gjerësi e shpatullave. Busti i drejt, i hapim shpatullat, pak bashkë këtu. Kemi 15 squat në trup të lirë. Squati do bëhet në këtë lloj forme. Siç jemi këtu, trupi drejt, jemi bashkë drejt dhe jemi ulemi, çojmi. Okej, 15 gati. 3, 2, 1, bashkë. 1, 2, 3, kush do e bëne me pesh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hajde dhe 5, 2, 3, 4, 5. Stop. Kjo seancë është për të gjithë, si avancuar, si fillestar, nuk ka rëndësi. Sot do t'i bëjmë të gjitha versionet. Duke qenë se normalisht një grup vjen nga pushimi, një grup vjen nga stërvitja, po ka bërë një javë pushim, kështu që nëse vrisim mendjen gradualisht do arrijmë edhe t'i bëjmë gjitha përsëritjet bashkë. Atëherë edhe një herë do bëjmë një squat, një pulsis. Jemi këtu, majat janë pak të hapura, jemi squat, çohemi, tani pulsis. 1, 2 dhe çohemi, okay? Një squat, 2 pulsis. 3, 2, 1, bashk, 1, çohemi, 1, 2, çohemi, 1, çohemi, 1, 2. Edhe një herë, 1, bashk, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Dhe pak,
1, 2, stop. Ok. Lirojmë pak. Telefoni këtu. Ok. Jemi dhe njërë në qëndër, tani këmbët jemi të hapura, do ulemi dhe jemi një ansor, ok? Gjithmonë shpina drejt. Gati, 3, 2, ulemi bashk, një jashtë, bravo. Qëndrojmë të ullura. Edhe pak. Edhe 2, 1, 2, stop. Ok. Pak pushim. Tani, do darim këtu, do jemi këmbët e hapura, sa gjërësi e shpatullave, si që ishim. Ulemi poshtë, kur qojmi sipër, ngrim dhe maja. Ok. Qëtësojmi pak. Kush do mban ujë afër, edhe gjatë gjithë kohës pije dhe ujë. Gati, 3, 2, ulemi poshtë, 1 poshtë, 2 sipër. 1 poshtë, sipër. Poshtë, i qoj majat. Përpiqemi që mos ta krusim mesin. Si që shkoni shpinën e kam drejt, prandaj po e bëj në profil. Përthyejmë gjunjt, mesi qëndron shtrirë. Edhe pak. Edhe 1. Stop. Ok. Tani, kemi 2 versione. Një version është grupi fidestar. Versioni i avancuar është. Ok. Gati. 3, 2, nisim. Hajde pak. Dy, 3, 4, 5, stop. Bravo. Ok. Qëndrojmë në marsh. Kjo është marsh. Qëndrojmë në këtë lloj forme gjithkohës. Rregullojmë frymarrjen. Do kalojmë dhe njëherë në squat. Hapim këmbët. Gati. 3, 2, ulemi 15, 1, sipër, 2, sipër, 3, sipër, bravo, 4. Hajde 5 të fundit, 1, 2, 3, 4, e fundit, 5, stop. Ok, do kalojmë ushtrimin e dysh, do jemi squat dhe jemi hapje. Ok, por në squat. Rregullojmë pak frymarrjen. 3, 2, 1, hapim këmbët, poshtë, ansor. Njërën e hapim, njërën e mbajmë. Dy, 3, 4, 5, stop. Ok. Rregullojmë pak frymarrjen. Kush do të pi pak ujë? Pi pak ujë. Tani kush do vendos lastikun? E vendos këtu.
Dhe, si që kemi vendosur elastikun, këtu, kush do e bën dhe pa elastik njëtin ushtrim. Do jemi në squat dhe do bëjmë një hapje ansore. Okej? Unë për bëj pa elastik, por thash grupi avancuar mund të punojmë me elastik. Gati, 3, gjujnë dhe përthyrë, 2, 1, ansor, bravo. Edhe 5, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Okej. Tani jemi të ushtrimi tjetër. Heqim elastikun kush ka elastik, ose këtë ushtrim mund ta bëni edhe me elastik, kush do më të avancuar. E mball elastikun në këtë lloj forme dhe nuk është fare problem. Gati. Tre, 2, bashk. Stop, okej. Tani, unë do i lutesh atë gjeni një pjesë mori dhe do bëjmë qëndrimi. Për shumë, ka këtu dukem, okej. Këmbët i shtim për para, i ulim pak. Si shkoni, unë kam këndin 90 gradë këtu. Dhe mbështetemi te muri dhe i qëndrojmë. Okej, jemi gati. 3, 2, besoj keni gjetur murin. 1, qëndrojmë. Hajde, gjithë e kemi një mur bosh. Qëndrojmë, qëndrojmë, qëndrojmë. Shumë mirë, marrim frymë, nxjerrim. Stop. Okej, bravo, gosa. Shumë mirë. Kthehemi prap te tapeti. Tani do bëjmë jump squat. Një opsion është 1, 2, poshtë. Sipër dhe jemi këtu. Do të thënë kur çohemi, kërcejmë. Një opsion tjetër, kush nuk e bën jump squat, e bën thjesht ulemi, mbyllim, çohemi. Ulemi, çohemi, okay? Grupi fillestar e bën në këtë lloj forme. Grupi avancuar duhet ma bëjmë me kërcim. Gati, 3, 2, bashk. Poshtë, sipër. Bravo. Edhe 4, 1, 2, 3, 4, stop, bravo. Ok, rregullojmë frymarrjen, pim pak ujë. Më pëlqen përgjithsisht ta bëj pushimin në ecje, kur e ndij që jam lodhur për shkakun. Nuk më pëlqen të ulem, dhe përgjithsisht nuk i bën mirë pulsit, kështu që në momentin që lodheni, bëni 2-3 hapa, e di që duket më e ngarkuar dhe keni më të thjeshtë të uleni, por është më e mirë për juve. Okej. Tani, jemi në këtë lloj forme, nga këtu, e para kemi lunges për para. Lunges për para është këmba, për para, poshtë. Okej? Si që shohim, gjuri im nuk bën këtë. Gjuri qëndron stabil, këmba, ikën. Okej? Mund të mbajemi edhe diku, kur bëjmë këtë lloj ushtrimi, nuk është problem. Mund të mbajemi këtu, mund të mbajemi sipër, nuk përshpun. Varet se si e keni ju terrenin e shtëpisë. Gati, do punojmë 10 me njërën këmbë. 3, 2, shkojmë për para, ulemi në vend. Shkojmë për para, ulemi në vend, bravo.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, këmba tjetër, gati. 3, 2, këmba tjetër për para. Shumë mirë. Hajde edhe pak, poshtë. Edhe 4 kemi. 3, 2, 1. Ok. Qëndrojmë prapë këtu. Tani do bëjmë të njëjtën gjë. Unë po krijoj hapësirë mbrapa sepse do bëjmë të njëjtën gjë, po do ta bëjmë mbrapa. Trupi do jetë pak i përkulur, shpina drejt, siç e shikoni, nuk e kam këtu, drejt shpina. Hapim pak. Bravo. Duart i vendosim te beli. Dhe jemi nga këtu, mbrapa, poshtë, sipër. Ok, tani ikim mbrapa. 3, 2, 1. Mbrapa 10, 1. 2. Trupin e kam pak diagonal, nuk e kam drejt. 3. 4, bravo. 5. 6. 7. 8, 9, fundit, 10, bravo. Tani ndryshojmë këmbën, gati, 3, 2, këmba tjetër, përkulemi përpara, trupi drejt, mbrapa, poshtë, sipër, shumë mirë. Pesë. 6, hajde edhe 4, 1, 2, 3, e fundit, 4. Ok, bravo. Ok. Pak pushim. Tani. Marrë këtë për vendosë këtu. Ok. Do vendosemi poshtë. Këmbët i kemi të shtrira komplet. Duart i kemi këtu. Dhe kur e kemi këmbët e shtrira, trupin e varim përpara. Shikon çfarë pozicioni që jam? Nuk jam këtu, domethënë, jam pak më përpara. Ok, dhe ulem komplet dhe çohemi. Çohet vetëm trupi. Gati. E kemi me sekonda, kështu që do bëjmë maksimumin ton. Gati, 3, 2, 1. Hajde, se jam pompa të thjeshta. Versioni më i thjesht i pompave. Dy, një, stop. Ok. Si që jemi këtu tani. Jemi në këtë lloj forme. Këmbët i kemi drejt. Dhe do qëndrojmë. Shikoni, nuk jam këtu, por jam e ulur. Qëndrojmë në këtë lloj forme. Shtrëngojmë muskujt e barkut. Edhe pak. Shtrëngojmë. 5, 4, 3, 2, stop. Ok, ulemi. Edhe një herë i shtrim këmbët dhe do bëjmë ushtrimin e parë. 5, 4, 3, 2, hajde shtym, sipër, shtrihemi. Edhe 5 sekonda.
stop. Okej, pak mbrapa. Okej, do qëndrojmë shtrirë. Si që jemi këtu, do të qënë vetëm pjesën e gjoksit, duart e shtrirë, okej? Gati, vetëm pjesën e kraharorit do të qënë sipër. Unë e kam quar normalisht në maksimumin tim, ju qojni në maksimumin tuaj sepse secili ka fleksibilitet të ndryshëm. Gati. 4, 3, 2, sipër. I shtrim duart. Kur s'është në balancë, çon edhe këmbët. Haj, qëndrojmë. 5 sekonda janë. 5, 4, 3, 2, stop. Okej. Edhe një herë të njëjtin ushtrim, por tani çojmë edhe këmbët, kofshët. E rëndësishme është të çojmë kofshët, edhe shpinën. Gati. 3, 2, çojmë. Hajde qëndrojmë. Edhe pak. 5, 4, 3, 2, stop. Okej, kemi edhe një herë këto. Dhe 5 sekonda pushim. 5, 4, 3, 2, çojmë. Hajde qëndrojmë. Marrim frymë ndërkohë. Nuk e ndalojmë frymën. Shkoni, unë jam duke fol. Ju përpiquni mos flisin se lodhesh më shumë, por marrim. Nxjerrim 5 sekonda. 4, 3, 2, stop. Bravo. Okej. Tani si që jemi këtu, do bëjmë vetëm duart. Okej, gjoksin si gjithmonë e çojmë pak, nuk jemi shtrirë komplet dhe bëjmë këta. Çojmë pak gjoksin dhe bëjmë not. Gati? 5, 4, 3, 2, çojmë. Edhe pak. Tre, 2, stop. Okej. Bravo, shumë mirë. Qëndrojmë në këtë pozicion. Bëjmë pak mbrapa. Do përpiqemi sot, pavarësisht se kishim këmbë, më mirë ishte të bërim gjithë trupin dhe ndaj disa ushtrime ushtuan, por jo pa qëllim, sepse duke qenë se është dita e parë, më mirë të prekim pak çdo lloj gjëje dhe në vazhdim pasaj do jenë më të specifikuara. Një ditë bëjmë këmbët, një ditë bëjmë krahët, një ditë bëjmë shpinën dhe me radhë. Tani do bëjmë pak muskuj barku, do qëndrojmë këtu. Do çoj edhe këtë. Do qëndrojmë dhe do çojmë vetëm pjesën e kraharorit në këtë lloj forme. Kaq. Okej? Qoj këti që të shkoj orën. Gati. 5, 4, 3, 2, bashk. Stop. Okej, tani do t'i shtrim këmbët. Do të çojmë, do prekim njërën këmbë.
Do të shojmë, do prekim tjetrën. Normalisht as unë s'po i prek këmbët, po thjesht bëjmë lëvizjen që do të shojmë trungun drejt këmbës dhe këmbën drejt trupit. Gati? 3, 2, 1. Njërin krah, një herë tjetrin. Marrim frymë. Edhe 2, 1, 2. Okej. Pak pushim. Tani si që jemi këtu, do të vendosim duar shtrirë, do të çojemi dhe njëra këmbë do qëndroj poshtë, sipër. Poshtë, sipër, okej? Ndihmon shumë edhe për vithet, për pjesën mbrapa të kofshës, po sidomos për muskujt e barkut. Gati? 3, 2, 1. Çojemi, shtrirë. Poshtë, sipër, bravo. I çojmë vithet. Edhe 4, 3, 4. Okej. Tani, këmba tjetër, gati, ndryshojmë këmbën, 3, 2, 1. Shtrirë, sipër, lart, poshtë. Dhe bëjmë avash. Stop. E njërë këmba tjetër. Rregullojmë frymëmarrjen. Gati. 3, 2, bashk. Vithet lart, 9, 10. Okej, ndryshojmë këmbën, gati, 3, 2, 1. Sipër, poshtë. Okej, stop. Gati, si që jemi këtu, të dyja këmbët dhe çojmë vetëm vithet. Këtu dhe qëndrojmë 3 sekonda, zbresim. Gati, 3, 2, çojemi, 1, 2, 3, poshtë. 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 Zbresim. Zbresim. Rregullojmë frymëmarrjen. 1, 2, 3, poshtë. Kur jemi sipër e nxjerrim frymëmarrjen. Kur zbresim e thithim. Qëndrojmë sipër tani, kemi 10 pulsis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Tani me të njëjtin ushtrim, do bëjmë 10 përsëritje, 10 pulsis, 10 qëndrim. Gati? 3, 2, 1. Çojmë. 1. Zbresim. 2. Zbresim. 3. Zbresim. 4. 5. 6, 7, 8, 9, e fundit, 10 qëndrojmë sipër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qëndrojmë. Hajde qëndrojmë, i shtrëngojmë vithet. 7, 6, 5, 4,
3, 2, stop. Okej. Shumë mirë. Kemi dhe një herë. Gati goca. 3, 2, sipër, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I shtrëngojmë vithet sipër, 8, 9, 10, pulsi sipër, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qëndrojmë, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Okej, shumë mirë. Rregullojmë pak primarjen. Kemi dhe një 20 sekonda muskuj parku. Do jemi këtu, këmbët e shtrira sipër dhe do të çojmë pjesën e kraharorit. Përpiqemi që do të çojmë me këtë zonën këtu, jo me qafë, jo të bëjmë këtë. Qafa nuk lëviz fare, vetëm muskujt e barkut. Gati? 3, 2, shtrim, sipër. Stop. Okej. Shumë mirë. Kemi dhe një herë. Rregullojmë frymarrjen ndërkohë. Shumë mirë. Thithje me hund. Nxjerrje me gojë. Edhe një herë sipër, gati. 3, 2, sipër këmbët, shtrim. Stop. Rregullojmë dhe njërë frymarrjen. Shtim. Okej, shumë mirë. Tani do t'i kthejmë këmbën në këtë lloj forme dhe do të çojmë nga poshtë sipër. Nëse kemi të vështirë këtu, e bëjmë me këmbën në këtë lloj forme ose I fusim këmbët tek një platformë që mund të kemi afër, vetëm të kemi kujdes që të jetë diçka që nuk lëviz, që mos të lëvizi, domethënë. Gati? 3, 2, sipër, 1. Përpiqemi që duart I mbajmë mbas koke. 2, 3, hajde 15, ja. 4, 5, ikëm 5. E fundit 10, stop. Okej. Tani do kthehemi, do bëjmë plankun. Jemi kthyer gjithë me kurriz dhe jemi nga këtu. Kurse bënon në këtë lloj forme, plankun e ushtron me këmbët me gjunjë poshtë, por një gjë shumë e rëndësishme kur bëjmë plankun në këtë lloj forme është që nuk rrim thjesht këtu. Jemi këtu dhe jemi të krusur. Përpiqemi që krahët I çojmë më përpara, që midis krahëve dhe trupit të krijohet një hark. Nuk jemi këtu drejt, por jemi më përpara, krahët më përpara, pak a shumë në të njëjtën formë me mjekrën dhe çojmë këtu. Dhe trupi krusur si gjithmonë. Gati? 3, 2, trupi gocat që janë të avancuara bëjmë planku normal. 3, 2, 1, çohemi
Hajde, shtrëngojmë fort. Ikën 10 sekonda edhe 10. 5 të fundit. 3, 2, 1, stop. Ok, kemi dhe njërë plank edhe do qojmi. Gati, 3, 2, qojmi. Haj, 15 sekonda janë. Ikën 5. 5 sekonda. 3, 2, stop. Shumë mirë. Tani do qojmi. Kemi 2 ushtrime kardio. Dhe qoj dhe njëherë. Të këtu, ok. Do marim shishet me ujë. Dhe ushtrimi, kemi bërë dhe herë tjetër. Kur shtym, hapim këmbët. Ok, kur i ulim, i mbyllim. Gati, i pari është ky. 3, 2, ok, ora nisi, 1. Vazhdojmë pak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dhe 5, 2, 3, 4, 5. Bravo. Tani të ta bëjmë një shtytje këtu. Ok? 3, 2, nisim. Ok, gati squat, peshat këtu. 3, 2, qëndrojmë poshtë. Stop. Ok, shumë mirë. Gati dhe njërë në shtytje sipër. 3, 2, peshat këtu. Nisim. Një, 2, 3, 4, 5, stop. Ok, tani në shtytje këtu. Pak pushim. 5, 4, 3, 2, bashk. Një, 2, 3, 4, 5, stop. Ok, pa pushim dhe do ulim një squat. Hajde pak. 5, 4, shishet sipër, 3, 2, ulemi. Hajde, qëndrojmë. Dhe pak. 3, 2, stop. Ok. E di që u lodhë se e ndihë dhe vetja. Bravo, gosa. Të kishim për sot. Të shojmë shishet me ujë. Bravo. Bëjmë pak stretchingun. Si që jemi këtu. Fillojmë pak me i qafën. Mbrapa. Ansor. Marim dhe nxjerrim frym. Krau tjetër. Ok. Jemi te tapeti. Do I hapim këmbët më shumë si gjerësi e shpatullave.
Do t'i shtym duar deri në maksimum dhe do varemi përpara. Njëri krah. Krah tjetër. Okej, krahu këtu, paka shumë në 10 krah, dhe tjetrin e hapim. Okej, krahu tjetër. Shumë mirë. Mbyllim këmbët, pak mbrapa. Pusim kokën. Okej. Tani si që jemi këtu, fusim njërën këmbë brenda. Tjetrën e hapim dhe vendosemi në brylla. Okej, këmba tjetër. Shumë mirë, ulemi. I shtrim këmbët dhe përpiqemi t'i kapim. Falni goca, ishte një dështim. Okej. Pak këmbët këtu dhe të rriqim majet nga vetja. Shumë mirë. Si që jemi, bëjmë një hapje. Okej, krahu tjetër. Okej, dalim këtu. E hapim dhe njërë këmbën. Anojmë pak nga krahu që kemi hapur këmbën. Okej, e kthejmë majën nga sipër. Anojmë prapë përpara, po të duam që ose kemi mundësi e kapim dhe me dorë. Okej, krahu tjetër e brendshme. Okej, sipër. Okej, pak krahu, si që jemi këtu, mbrapa, e tërheqim. Krahu tjetër. Përpara. Krahu tjetër. Okej, bëjmë pak valvitje. Kryzimin e duarve, i hapim, i kryzojmë, i hapim, i kryzojmë. Japim pak forcë. Okej. Pak nga përpara, pak nga mbrapa. Okej, tani. Një tjetër stretching shumë i rëndësishëm. Do hapemi në këtë lloj forme. Duart këtu, ansor. Krahu tjetër. Okej, shtrihemi pak, bëjmë pak mesin. I shtrim të dyja këmbët. Njërën e përthyem mbi tjetrën dhe kthehemi, shkoj. Kemi përthyer këtë këmbën, ndërkohë do kthejmë trupin jo nga njëti krah jemi këtu,
Krahun e kundërt dhe shtym. Okej, shtrim, krahu tjetër. Okej, shumë mirë goca. Këto kishin për sot. Java e parë do nisim në këtë lloj mënyre, por në vazhdimsi mund të kemi pak më shumë ngarkesë. Gjithsesi, çdo lloj gjëje do nis dhe do vazhdoj gradualisht, kështu që mos u mërzisni, nëse nuk i keni bërë të gjitha sot, nesër jepini më shumë forca dhe shumë e rëndësishme ushqimi. Pavarësisht se unë ua përmend çdo seancë, ushqimi është ndër gjërat kryesore. Kështu që jepini forca se kam besim te ju. Për çdo lloj gjëje më shkruani, Ergin e keni gjithmonë online, unë ndjek gjithmonë stërvitjen, gjithsesi çdo lloj komenti i shikoj. Por që të jemi fokusuar këtu, normalisht unë qëndroj këtu, Ergi ju shkruan për të gjitha gjërat që keni dhe çdo lloj pyetje. Ju uroj një mbrëmje të mbar dhe do shihemi seancën e radhës. Ju përqafoj, ciao.